Vëllau dhe kunata ma larguan nënën nga shtëpia. Nëna ime u larguan nga shtëpia, jo që i bënte zhurmë, e jo që kërkonte diçka nga djali dhe reja saj, por vetëm që ishte e urtë dhe nuk fliste. I donte shumë të dytë, e asnjëherë nuk përzihej në punët dhe planet e tyre. As vëllau e as kunata nuk e donin atë. Ata e lënin me javë të tëra tek ne, tek motrat. Nuk interesoheshin për të, madje edhe ushqim nuk hanin me të. Atë e lënin të vetme në dhomë dhe nuk lejohej të delte nga dhoma derisa ata të përfundonin ushqimin. Ne e dinim se ata nuk janë ka dëshirojnë në shtëpi. I dërgonin para, ushqim, veshmbathje e kështu me radhë. Mirë po të gjitha vëllau na kthente prapa. Nuk mund të fleni këtu, rrini disa orë dhe shkoni ose merrni nënën me vete. Kështu në thënë të vëllau. Dhimbje për ne si vajzat e saj. Sa herë jemi ndarë nga nëna me latë në sy, sa herë atë e kemi lanë duke qajt. Ne me javë me muaj e mbanim në shtëpi tona, por nëna prapë se prapë dëshironte të kthehej tek djali i saj, të cilin e donte shumë. Ajo e donte dhe çante për gjendjen e saj, por përkundër të gjithë që ata i bënin, ajo prapë nuk mund të rrinte pa djalë. Nëna, duke mos pas asnjë faj, vëllau dhe kunata të nervozuar për punët e tyre, i bën zhurmë nënës dhe e larguan nga shtëpia. Dil jashtë, i thanë. Asaj ja mbyllën derën dhe e lanë në oborrin e shtëpisë. Ajo kaloi natën tek pragu i shtëpisë. Djali me të zgju nga gjumin e mëngjes, kur e pa nënën tek pragu u çudit dhe i tha, "Ende ti e këtu?" E mori një taksi, e pagoi dhe i tha dërgoj tek motra. Derisa isha duke bërë punët të shtëpisë, erdhi një makinë me tablon taksi. Kush mund të jetë? Dhe ja e pash nënën. Erdhi nëna cila nuk mund të fliste nga të çajet e saj me zë. Çante e s'mund të fliste. U halivanos me të hyrë brenda, çaj nëna e çaj ne. Më kanë përzoj bia ime, më kanë mbyll derën dhe më kanë thënë shko ku duash. Më ka paguar edhe taksin vetëm që të largohem nga ta, po dëshirojnë të jenë të lumtur pa prezencën time. Nëse mund të jetoj tek ju, atëherë po vendosi që të mos shkoj më, pasi që ata s'më duan dhe do më përzën prap. E ke derën e hapur oj nëna ime, derisa unë jam gjallë, ti do të jetosh tek unë. Zoti të ruajt e të shpërbleft, oj bia ime, më tha nëna. Nëna vendosi të mos shkoj më të djali dhe ndroi jetë tek shtëpia ime. Shkoj në botën tjetër me mall të djalit dhe dashurisë së tij.